Socialistët në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut dhe Mjeteve të Informimit kërkuan të diskutohen mbi linçimin publik, duke pretenduar se dhe ata vetë janë bulizuar. Për sa i përket këtij komisioni, gjykoj që në fakt është një ndër më të rëndësishmit këtë herë. Absolutisht unë edhe në rolin e antares zëvendësuese ndjem fakt e lumtur dhe kam goxha përgjegjësi të jem pjesë e këtij komisioni. Thënë këtë, dua shumë që në këtë takim tonin të parë të mund të shprehapur dëshirën time për të adresuar në fakt disa nga çështjet që kam përshtypjen na prekin të gjithëve. Unë i kam ndjerë në shpatulla shumë këto kohë, por madhëmendja që shumë prej jush i kanë ndjerë gjithashtu. Ne duhet ta adresojmë pa diskutim linçimin publik, ofezat dhe gjithçka që lidhet me bullizmin në hapësirat publike dhe mediatike, dhe do uroj shumë që në këtë aspekt të bëhemi bashk pa atë ngjyrimin ton politik, por të jemi një komision dinjitoz në adresimin dhe nxjidhjen e këtyre problemeve reale që shumë nga bashkëmoshatarët e mi ka çuar në fakt edhe në akte ekstreme. Besoj ju i keni ndjekur dhe lajmet e fundit. Por deputetët e Partisë Demokratike shprehën shqetësim për nivelin e lirisë së shtypit dhe referuan në renditjen e reporterëve pa kufi për të drejtat dhe sigurinë e gazetarëve në Shqipëri. A kemi ne sot vërtet liri të mediave, kur raporti i reporter pa kufi e rëndit Shqipërinë të 98 në botë për lirinë e mediave, ku kërcënohen gazetarët për shkak të denoncimeve të tyre apo raportimeve të tyre, për guximin që ato kanë, për denoncimin e rasteve të PPP-ve në shëndetësi, në bujqësi, të inceneratorëve, kur mediat e pavarura shtypen financiarisht dhe ku televizionet pranë qeverisë sponsorizohen me miliona euro nga buxheti i shtetit. Deklarata nuk u prit mirë nga deputeti Ardit Bido, i cili tha se fokusi duhet jetë më shumë tek dezinformimi. Në radhë të parë, për një risk të cilën nuk e përmendëm, që është dezinformimi. Dezinformimi është i rrezikshëm sepse krijon perceptime të gabuara, të cilat pastaj pamundsojnë një debat të mirëfillt politik. Dhe në kuadër të dezinformimit dua të saktësoj se Shqipëria këtë vit në indeksin e vitit 2025 është 80-ta në renditjen e reporterëve pa kufi dhe jo 98-ta që ka qenë renditja e vitit të kaluar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse nuk duhet të duhet që ne të hymë në debatin e politikës së ditës së paktën në këtë komision, që të fillojmë të krahasojmë kur ishte në 2009 dhe sa është sot. Pse? Sepse nuk është qëllimi për të bërë dallimin nëse ishte më mirë në kohën kur Shqipëria qeverisej PD-ja apo sot që qeveriset nga Partia Socialiste, por është e qëllimshme që ne të ecim shumë herë më para. Është qëllimi ynë në vetvete duhet jetë që një zëri në këtë komision të mundësojmë që të ketë reforma të atilla të cilat e zgjerojnë hapësirën mediatike. Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjeteve të Informimit u konstitua të premten pas ndryshimeve të vendosura nga mazhoranca në komisionet e përhershme parlamentare.